2 javë pas pretendës së prokurorisë, korrieri 1 milion eurove të kokainës Cezar Augusto Triana dënohet në 15 vite burg nga gjykata e krimeve të rënda. Triana pranoi se kishte mbërritur në Shqipëri për të marrë 1 milion euro për llogaritë të 2 trafikantëve që do sillnin 250 kg kokainë për llogaritë të një shqiptari. Kjo drogë u sekuestrua nga policia malazeze në dyshemën e kontenierëve me banane të porositura nga firma shqiptare Meseli në Fier, Rapo Company. Nga kontrollet e policisë dhe hetimet e deritanishme, prokuroria nuk mundi të gjejë një lidhje ndërmjet formës shqiptare dhe kokainës, por pa shkak të këtij dënimi të kolumbianit, ajo që mbetet pa përgjigje është fakti se kush e porositi drogun në Shqipëri. Triana deklaroi se në Shqipëri mbërriti më 19 maj në Rinas nga Barcelona me një ndalim në Rom dhe më pas qëndroi për afro 20 ditë në Tiranë. Tentoi të largohej sapo pa në lajme se ishte zbuluar sësia e drogës në Malë të Zi. Veç dërguesve të drogës dhe shqiptare që porositi kokainën, nga këto hetime mbeti mister dhe fakti se çfarë bëri Triana mbi 20 ditë në Shqipëri deri ditën e arrestimit më 10 prill 2015. Kë takoi, kush ishin porositësit e kokainës nga Shqipëria, me kë foli në telefon dhe te kush do të merrte parat.